Deri në vitin 2029, njësër subjektesh do të jenë të përjashtuar nga tatim fitimi, apo do të paguajnë një normë tatimore më të reduktuar. Të tilla janë bizneset e vogla, profesionistët e lirë dhe hotelet 4 deri në 5 yje. Besimi në ekonomi shënoi rritje gjatë muajit shkurt. Sipas vërtetimit të Bankës së Shqipërisë, qytetarët e shohin me optimizëm situatën e ekonomisë në të ardhmen. Importi i kafes, naftës dhe birrës ka rezultuar me rritje të ndjeshme në nisje të këtij viti, duke sinjalizuar më shumë konsum për këto produkte. Së shpejti do të hapen aplikimet për fermerët për të përfituar nga skema e subvencioneve në bujqësi për vitin 2025. Këtë vit, skema ka disa rësi, ndërsa do të forcohen kontrollet mbi përfituesit e naftës falas. Referuar strategjisë së rinovimit të stokut të ndërtesave, dekarbonizimi i sektorit kërkon një total investimesh për 24 miliardë euro deri në vitin 2050. Këto ishin top 5 lajmet kryesore të javës me mua, Ernilda Luze.